Përshëndetje gjithve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një temë ndryshe. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka diçka për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexiime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ftoj të gjithë ata që janë ndjekës të këtij kanali, në qoftë se nuk e keni bërë akoma abonimin tuaj, atëherë ju ftoj të bëni subscribe. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe video në javës. Dhe shohim çfarë energjie do na vi. Dhe kemi energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të ujit. Kanë dalë të gjitha energji të shenjave të horoskopit. Dhe shikoj që dikush është duke menduar seriozisht në lidhje me anën ekonomike. Për një pjesë tjetër shoh që ju mund të keni mbështetje nga dikush që mund t'ju këshilloj në lidhje me punën tuaj, por edhe me anën tuaj ekonomike, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju do keni mbështetje nga një person. Mund t'ju ndihmoj nga ana ekonomike. Disa prej jush mund të kenë lidhje me institucionet shtetërore dhe shoh që ju kjo mund të ketë lidhje ndoshta me disa dokumenta. Për një pjesë prej jush, ju duhet të jepni një shumë parash dhe shoh që do mbështeteni nga një person, ndërsa për pjesën tjetër mund të keni lidhje me punën tuaj në lidhje me dokumenta të ndryshme, ose ju do paraqiteni në zyra për një vend pune. Dhe jeni duke menduar ndoshta për shumë kohë këtë gjë. Dhe kemi energji të shenjave të zjarit, shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje, ju mund të prisni një përgjigje nga një person për të bërë një fillim të ri në dashuri. Në rastin tjetër mund të jeni duke pritur përgjigje në lidhje me një punë, ose për pjesën tjetër jeni duke pritur një përgjigje nga institucionet shtetërore, nga zyrat. Mund të ketë lidhje me dokumentat, por mund të ketë lidhje edhe me çështje të ndryshme që ju mund të keni, ose edhe në lidhje me çështje ekonomike. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do keni fillime të reja, një njohje re që do vi gjatë kësaj periudhe dhe ju jeni në pritje të një përgjigjeje nga ky person. Është një njohje re, një lidhje re. Dhe do shohim te energjia shenjave të tokës, çfarë do na sjellë mbreti i monedhave, ku ju mendoni seriozisht si në lidhje me dashurinë, me punën tuaj, por dhe me anën ekonomike. Dhe shohim energji zjari. Kemi energjinë e shenjave të zjarit. Ju do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës në lidhje me anën ekonomike. Do jeni duke menduar rreth kontratave të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Për një pjesë tjetër, në lidhje me dashurinë, ju shoh që po mendoni shumë seriozisht për një person. Është një person energjik, një person që ka pasion, por ka dhe një energji ose një forcë të jashtëzakonshme. Dhe është një person që mund të jetë në udhtim, mund të jetë një udhtim i shkurtër ose i gjatë. Dhe shoh që ky person vjen drejt jush. Ose në rastin tjetër mund të jetë dhe një person që e keni afër, sepse janë leximet të përgjithshme. Ndërsa në lidhje me punën, do keni kontrata të rëndësishme. Gjatë kësaj periudhe i vendosni qëllime vetes dhe do jeni gjatë gjithë kohës duke lëvizur në lidhje me gjërat që ju dëshironi, por ndërkohë ju shoh që ju do lëvizni edhe për anën tuaj ekonomike. Ndoshta në lidhje me disa para, për të marrë disa para në një rast. Në rastin tjetër, ju mund të keni projekte që dëshironi t'i vini në praktik gjatë kësaj periudhe. Mund të jenë bashkëpunime, partneritete të ndryshme,
Ran të gjitha, nuk është se do lexojnë. Dhe vazhdojmë dhe dolën shenjat e ujit. Ju shoh që jeni duke ëndërruar në lidhje për një pjesë prej jush, në lidhje me një person. Është një person tham që mund të vi drejt jush, por ndërkohë është edhe një person që mund të jetë në një pozicion të mirë ekonomik, shoh. Ju mund të keni shumë opsione ose oferta gjatë kësaj periudhe, por ju jeni përqendruar vetëm te një ofertë. Në rastin tjetër jeni duke ëndërruar, do keni oferta pune në lidhje me partneritete, por dhe bashkëpunime, dhe shoh që jeni duke menduar dhe ëndërruar ndoshta për të investuar diku. Ju dëshironi të investoni të hapni një aktivitet, një punë, ose të hyni në një partneritet ose në një bashkëpunim, sepse ju shoh që po mendoni shumë fort për anën ekonomike dhe do jeni shumë në lëvizje gjatë kësaj periudhe. Disa prej jush mund të jeni edhe duke shkuar jashtë shtetit për një pjesë, ose ju mund të jeni duke lëvizur nga një vend pune në një vend pune tjetër, nga një qytet në një qytet tjetër. Dhe vazhdojmë me shenjat e ajrit këtu. Ju shoh në një pozicion të rëndësishëm, jeni duke përdorur më tepër pjesën e logjikës se sa pjesën e zemrës, në lidhje me dashurinë, me punën, por dhe nga ana ekonomike, ndërkohë ju shoh që do merrni vendime të rëndësishme. Dhe ja të shohim me çfarë ka lidhje, dhe kemi rrotën e fatit. Rrota e fatit ka 4 energji. Është energjia e shenjës së luanit, shenja e demit, shenja e virgjreshës dhe kemi shenjën e akrepit. Fati do t'ju ndihmoj në lidhje me vendime të rëndësishme që ju do merrni. Këto mund të jenë vendime të rëndësishme në dashuri, në njohje të reja që ju dëshironi të futeni për një pjesë, për pjesën tjetër mund të jenë vendime të rëndësishme në punën tuaj. Ju dëshironi të shoni para punën tuaj. Për një pjesë tjetër për të filluar një punë të re dhe dëshironi ta çoni para. Ndërsa për disa të tjerë ka lidhje me institucionet, me dokumenta të ndryshme që mund të keni, por ka lidhje dhe me studimet. Por gjithsesi fati ju ndihmon të çoni gjërat para në çfarë do lloj situate që ju të jeni. Dhe kemi përsëri energji të shenjave të ajrit. Ju shoh që jeni në kërkim të diçkaje. Ju mund të jeni në kërkim të një dashurie për të hyrë në një njohje të re. Në një rast, të gjitha këto shenja që përmendëm, në rastin tjetër, ose këto janë lexime të përgjithshme, thjesht këto energji vinë më fuqishëm, por si lexime janë për të gjithë. Ju jeni në kërkim të një dashurie. Ju shoh mund të jeni në kërkim të një pune, në kërkim të disa dokumentave, por shoh që keni mbështetje nga ëngjëjt, çfarëdo që të kërkoni. Mund të jeni në kërkim të blerjes së një shtëpie dhe keni nevojë ndoshta lidhje me institucionet, me dokumenta shtëpie. Ose edhe për situata të tjera, varet çfarë ju kërkoni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, fati do t'ju ndihmoj, por ju keni dhe ëngjëjt tuaj mbrojtës që ju mbështesin në lidhje me gjërat që ju do kërkoni. Dhe vazhdojmë te shenjat e zjarit që janë në pritje, kanë ndryshuar këndvështrim, dëshirojnë të bëjnë plane afatgjata, por ndërkohë do t'i shohin gjërat më me perspektivë. Shoh një ndryshim në lidhje me ju. Dhe çfarë prisni ju? Sepse ju shoh në pritje. Dhe kemi energji të shenjave të ujit. Ju shoh nuk e di, ju bini pak të trishtuar në lidhje me humbjen e një personi, ose në rastin tjetër mund të prisni një përgjigje nga ky person. Në rastin tjetër mund të jetë që ju keni humbur një punë dhe prisni një përgjigje, por ndërkohë do filloni të shikoni gjërat me perspektivë. Do shikoni mundësitë dhe ofertat dhe do bëni plane afatgjata. Në rastin tjetër mund të jetë një humbje ekonomike, mund të jetë humbje të ndryshme që ju mund të keni, tham në lidhje me punën, një punë, një projekt, një bashkëpunim, ose ju do jeni duke menduar e dështimeve që mund të keni pas në jetën tuaj,
Gjithsesi, shoh dy mundësi, shoh mundësi dhe oferta dhe ju do jeni në pritje të një përgjigjeje. Dhe tham, mund të jetë përgjigje, prisni përgjigje nga një person, nga një mundësi ose ofertë që do keni, dhe këtu ka lidhje me dashurinë. Në rastin tjetër, mund të jeni duke pritur përgjigje në lidhje me një projekt, me një bashkëpunim, ose një përgjigje nga vendi i punës. Për një pjesë tjetër, mund të jenë kontrata të ndryshme për disa prej jush, ndërsa për disa mund të jetë edhe që ju prisni oferta ekonomike, ndoshta për të rritur të ardhurat tuaja. Dhe ja shohim në lidhje me çfarë është kjo. Dhe kemi 10-ën e kupave. Ju do harini të hyni në një njohje ku do t'ju krijoj shumë emocion, do shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë, dhe shoh që ju në lidhje me këtë njohje që do futeni, sepse shoh që keni shumë emocione, do ndjeni, do çliroheni nga këto situata, humbjes që keni pasur, dhe ju shoh që ju do keni shumë emocione në lidhje me pritjen e një personi. Në rastin tjetër, do keni lajme të mira në punën tuaj, ose me mundësitë dhe ofertat që do t'ju jepen, mund të jetë një ofertë pune, një ofertë në partneritete, në bashkëpunime të ndryshme, dhe shoh që ju mund të jeni dhe duke e festuar. Ndërsa në lidhje me familjen, shoh që edhe këtu nuk e di diçka ka ndodhur me ju, por gjithsesi ju do çliroheni dhe do shikoni mundësitë që do t'ju jepen, ndoshta për të rregulluar gjërat në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, sepse shoh që mund të jeni të duke festuar. Dhe vazhdojmë me asin e kupave, me shenjat e ujit. Çfarë na sjell asi kupave? Kemi shenjat e ajrit, na sjell dilema. Ju dëshironi të bëni një fillim të ri, por ndjeni në dilema. Ndjeni në dilema, dëshironi të mbroni veten tuaj, sigur keni mbyllur syt dhe nuk doni ta shikoni këtë person, ose këtë ofertë që do t'ju vi, por gjithsesi ju shoh që jeni konfuz në lidhje me një fillim të ri që dëshironi të bëni. Një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me një fillim dokumentash dhe ju do ndjeni pak konfuz gjatë kësaj periudhe. Ose për një pjesë tjetër mund të jetë me punën tuaj, mund të jetë një fillim i ri në punë dhe ju nuk do dini çfarë të bëni. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jenë projekte, bashkëpunime të ndryshme ose kontrata të ndryshme që mund të keni. Dhe ja të shohim me çfarë ka lidhje kjo. Çfarë na sjellin dy shpatat? Na sjellin kartën e vdekjes. Është energjia e shenjës së akrepit. Ju ndjeni në dilema në lidhje me një fillim të ri, ose konfuz në lidhje me një fillim të ri, me një dashuri të re. Ju dëshironi të lini mbrapa situatat e vështira që mund të keni kaluar për të bërë një fillim të ri. Dhe shoh një ndryshim shumë të madh që do vi në jetën tuaj. Dhe ky ndryshim mund të vi sepse do keni surpriza pafund, mund të jetë një ofertë që të vi në lidhje me dashurinë, dhe ju dëshironi të lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe do shihni mundësitë që do t'ju jepen për të bërë fillime të reja. Ndërsa në rastin tjetër, ju mund të jepni fund një lloj këtyre dilemave që keni në lidhje me një person, ose për një punë të re, ose një bashkëpunim që ju dëshironi të bëni, ndoshta keni kaluar vështirësi në punën tuaj nga ana ekonomike, dhe kjo gjë ju ka bërë të ndjeni në dilema, por ka ardhur momenti që ju të ndryshoni gjithçka. Shoh edhe një transformim shpirtëror. Ju do arrini të ndryshoni gjërat në jetën tuaj. Dhe shoh që ju presin surpriza pafund. Dhe vazhdojmë, marrim një pako tjetër. Dhe shohim çfarë do ndodhi me të gjithë ju.
çfarë do ndodhi, atëherë shohim se si do shkojnë situatat për pjesën e parë. Ju shoh të vendosur në qëllime për gjithë ata që mendojnë për anën ekonomike. Janë në lëvizje gjatë gjithë kohës. Ju shoh që ju do jeni duke ndëruar, mund të ndroni edhe për një investim në shtëpi, mund të ndroni për investimet e fëmijët tuaj ose diçka tjetër, por ju shoh në një pozicion të favorshëm. Dhe këtu kemi energjinë e shenjës së luanit, me qëllime në veten tuaj për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Dhe kjo mund të ketë lidhje me një dashuri, me një person që vjen drejt jush. Në rastin tjetër, me ofertat e punës që do t'ju vinë, ose bashkëpunime të ndryshme që do keni, por për një pjesë tjetër mund të jetë dhe nga ana ekonomike. Ose edhe me kontrata të ndryshme që do keni gjatë kësaj periudhe. Dhe shohim këtu të gjithë ata që fati do t'i ndihmojë, janë në kërkim të një pune, në kërkim të një dashurie, në kërkim të një shtëpie, ose në kërkim të një bashkëpunimi, dolën 3 letra, dhe fati do t'ju ndihmojë në këtë gjë, ose gjithë ata që kanë lidhje me institucionet shtetërore. Shoh që dielli do shkëlqej për ju. Kemi energjitë shenjës së luanit këtu, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të zjarit. Ju shoh që ju fati do t'ju ndihmojë në lidhje me një takim, me një person që ju dëshironi të hyni në një njohje, sepse kemi dyshin e kupave. Dhe ky takim do t'ju japi shumë lumturi. Por ndërkohë, shoh që mund të jetë një lloj konkurrence midis jush. Ju ndoshta janë 2 persona që konkurrojnë me njëri tjetrin në lidhje me një dashuri. Por gjithsesi ju keni qenë në kërkim të kësaj, të një takimi, të një ndoshta edhe të një finalizimi, ose të një bashkëjetese, dhe aty shoh që fati ju ndihmon t'i çoni gjërat para, por ndërkohë shoh disa ose konflikte, ose është një lloj konkurrence që mund të ndodhi midis 2 personave. Në rastin tjetër, për gjithë ata që kanë lidhje me dokumenta të ndryshme, dhe aty shoh që ju do merrni lajme të mira, që do t'ju lumturojnë, ju keni qenë në kërkim, ndoshta për t'u larguar jashtë shtetit, për të bërë dokumenta shtëpie, dokumenta pune, në lidhje me studimet tuaja, mund të ketë një lloj konkurrence aty, por gjithsesi unë shoh që një person dashamirës do t'ju mbështesi, dhe fati do t'ju ndihmojë, por i shoh dhe shumë të lumtur. Këtë e shoh dhe në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Në lidhje me punën shoh që mund të shkoni në një vend pune për të konkuruar, dhe aty do ketë shumë pretendentë të tjerë për atë vend pune, dhe ju do luftoni për veten tuaj. Do përdorni komplet ato njohuritë tuaja për ta fituar këtë vend pune. Gjithsesi një person do t'ju mbështesi. Dhe vazhdojmë për gjithë ata që janë në pritje, që bien pak të trishtuar në lidhje me humbjet, bëjmë plane afatgjata, por shoh që do keni lajme të mira dhe një çlirim shpirtëror. Dhe ja të shohim. Dhe shoh shumë diskutime, fillime të reja, dhe ju mund të jeni në pritje të një fillimi të ri, por thjesht ju keni bllokuar energjinë tuaj, sepse ju jeni përqendruar në humbjet e së kaluarës. Mund të jetë thanë humbja e një personi, humbja e një dashurie, e një marrëdhënieje. Në rastin tjetër mund të jetë humbja e një pune, një projekti, një bashkëpunimi. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me dokumentat ose edhe me studimet, por ju shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje dhe shoh që do keni diskutime për të bërë një fillim të ri në lidhje me dashurinë. Shoh që do keni shumë emocione me mundësitë dhe ofertat që do t'ju jepen. Për një pjesë tjetër, jeni në pritje të dokumentave dhe shoh një fillim të ri shumë të mirë. Dhe ju do ndjeni sikur do çliroheni. Ndoshta ju keni pas shumë kohë duke u marrë me këtë gjë. Ose keni humbur dhe mundësi të tjera në lidhje me dokumentat, ose edhe me studime. Për një pjesë tjetër, shoh që ju do bëni, në momentin që të bëni këtë fillim të ri, ju do jeni duke ndryshuar këndvështrim, por duke i parë gjërat në perspektivë. Në qoftë se ju do bëni një fillim dokumentash, ju do të shihni gjërat në perspektivë.
Për gjithë ata që janë në pritje të një personi, shoh që do keni diskutime, por është një person që ju do bëni plane afatgjata me këtë person. Ndërsa me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, dhe aty do keni diskutime të ndryshme, mund të keni lidhje me institucione shtetërore ose zyra që mund të jenë private ose shtetërore. Gjithsesi shoh që ju çliroheni, por merrni dhe lajme të mira. Dhe dolën 2 letra dhe ju shoh me qëllime në veten tuaj, kemi energji të shenjave të ajrit, të zjarit dhe kemi të ujit, energji të shenjave të ujit. Shoh që do keni romanca, do keni flerte, do keni shumë diskutime gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë shoh që keni dhe flerte, dhe romanca, do jeni shumë entuziast, por ndërkohë ju shoh me qëllime në veten tuaj. Do jeni dhe shumë emocional. Flasim në lidhje me dashurinë ose marrëdhëniet tuaja. Ndërsa në lidhje me dokumentat, ju shoh që ju i vendosni qëllime vetes dhe sepse ju shoh që në fillim në pritje dhe do merrni një lajm të mirë. Mbas këtij lajmi ju shoh në udhëtime. Mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata, por gjithsesi ju do jeni në një udhëtim. Ndërsa nga ana ekonomike dhe në lidhje me punën tuaj, dhe aty ndoshta ju do bëni fillime të reja, mund të jetë një punë e re, një projekt, një bashkëpunim, i vendosni qëllime vetes në lidhje me disa kontrata, që mund të jetë një kontratë pune, mund të jetë edhe një kontratë shtëpie, ose dhe kontrata të ndryshme që mund të keni, dhe ju shoh në lëvizje gjatë gjithë kohës, por edhe me lajme të mira, dhe shoh fillime të reja, se kalojmë nga hënë e plot, kalojmë në hënën e re këtu. Ju ndoshta mbyllni ato planet tuaja me hënën e plot dhe me hënën e re shoh fillime të reja, që i shoh që kanë një, po të vëshre këtu, është çdo gjë një fushë e bukur me lule që do marrin zhvillime të mira. Dhe do shohim dhe pjesën tjetër ku kemi energji të shenjave të ujit, të ajrit, të akrepi, gjithë ata që do bëjnë fillime të reja, që ndihen në dilema ose janë konfuz në lidhje me për të filluar një dashuri të re, një punë të re, një projekt, një bashkëpunim. Mund të jeni konfuz në lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet tuaja. Ju shoh që do t'i lini mbrapa të gjitha vështirësitë ose dilemat që keni brenda vetes dhe aty ju presin surpriza pafund. Por shoh dhe ndryshime të mëdha që do ndodhin në jetën tuaj. Në lidhje me çfarë? Ju shoh shumë mirë, shumë entuziast, por dhe në pritje të një përgjigjeje. Ju do keni fillime të reja, ju mund të prisni përgjigje nga një person që dëshironi të futeni në njohje. Dhe këtu kemi energji të shenjave të zjarit, ndryshoni këndvështrim, duke lënë vështirësitë që keni kaluar mbrapa, dhe këto vështirësi mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Ndoshta unë nuk arriti përmend të tëra, të gjitha, por ju mund t'i merrni situatat si i keni. E rëndësishme është që ju do t'i lini mbrapa, dhe në momentin që ju do t'i lini mbrapa, atëherë ju presin surpriza pafund. Por ndërkohë pësoni një lloj transformimi shpirtëror, diçka ndryshon brenda jush, dhe në momentet që ju të lini vështirësinë mbrapa, aty do ndryshoni këndvështrim në lidhje me gjithçka. Do bëni plane afatgjata, por nëse do hyni në një njohje, atëherë ju do mendoni për një njohje afatgjatë. Ose nëse filloni një punë të re, një projekt ose bashkëpunim, ju dëshironi që të jetë një bashkëpunim afatgjatë. Dhe të gjithë ata që kanë lidhje me pjesën e dokumentave. Dhe kemi energji të shenjave të tokës, shoh që ndiheni pak të pakënaqur, nuk e di. Jeni në pritje të një personi, ndoshta jeni ndier të pakënaqur nga ky person, dëshironi ta bëni këtë fillim të ri, jeni ndier pak në konfuz me këtë person, ndoshta nga që ju keni investuar shumë, po keni marrë shumë pak nga ky person. Dhe hedhim dhe një tjetër, ndërsa në lidhje me punën, se nuk e tham, ju keni punuar shumë, do keni ide gjatë kësaj periudhe për të shtuar të ardhurat tuaja. Për një pjesë prej jush, ndërsa për një pjesë tjetër, në lidhje me punën tuaj, ndoshta ju do mendoni do keni ide për diçka tjetër, ose për të shtuar diçka në projekte, në bashkëpunimet tuaja.
por I shoh plot ide gjatë kësaj periudhe. Marrim dhe një tjetër dhe doli vetë, I shoh shumë të lumtur me lajme të mira. Atëhere, për pjesën e personave që janë në pritje të një personi, kemi energji të shenjave të ujit, të gjitha ata që do ndihen konfuz dhe janë në pritje të një përgjigjeje, por do lënë mbrapa këto situata dilemash, do psoj një lloj transformimi, shoh një takim shumë të bukur. Edhe pse shoh që ju keni investuar shumë te një person, por personi ndoshta nuk ka kthyer me të njëjtën, nuk ja u ka kthyer ashtu si ju I keni dhënë. Dhe gjithsesi shoh që do keni lajme të mira dhe një takim me këtë person. Në lidhje me pjesën tjetër, për gjithë ata që do fillojnë një punë të re, që janë në pritje të një përgjigjeje, kërkojnë një ndryshim të madh në karrierë, në punë, në projekte, në bashkëpunime, dhe ju shoh me plot ide, ju do keni lajme të mira, por mund të jetë dhe një person dashamirës që do t'ju mbështesi. Në rastin tjetër, për një pjesë tjetër, e shoh shumë fort nga ana ekonomike. Ndoshta ju ndiheni pak të pakënaqur në lidhje me anën tuaj ekonomike, sepse ju shoh që punoni shumë, por ato të ardhurat tuaja në bazë të punës që bëni janë më të vogla. Dhe me idetë që do keni gjatë kësaj periudhe, ju do arrini të çliroheni nga këto situata për të rritur anën tuaj ekonomike. Për një pjesë tjetër mund takoheni me një person që është një person që se keni parë prej kohësh, një person dashamirës dhe do ndjeni mirë me këtë person. Gjithsesi shohim, marrim një mesazh nga angjit se çfarë ju thot në lidhje me situata të ndryshme që ju keni. Kjo ra këtu dhe unë po e marr, kemi dyshin e shkopinjve që është përsëri është energji zjarri, por që në ka rënë edhe te taroti 2 herë. Dhe ju do keni vendime, thot, jeni në pritje të përgjigjeve, por do merrni dhe vendime të rëndësishme. Diçka do eci përpara, ju thot. Ju mund të jeni dhe në pritje të udhëtimeve, se nuk e thash këtë gjë te këto karta. Mund të jeni në pritje për të bërë një udhëtim të gjatë, ndoshta për të shkuar jashtë shtetit, për një punë ose edhe për arsye të ndryshme. Gjithsesi është thot që ju rini me veten tuaj, thot, bashkëpunoni dhe merrni vendime. Diçka do shkoj përpara, thot. Dhe këtu flasim, mund të jenë në pritje të një dashurie. Atëherë është momenti për të marrë një vendim dhe për ta çuar para. Nëse ju jeni në pritje të një pune ose të projekteve të ndryshme, ose ju mund të bëni edhe plane në lidhje me shtëpinë tuaj, me familjen, me fëmijët tuaj, atëherë është momenti që t'i çoni përpara këto projekte që ju keni. Dhe ju shoh që ndryshoni këndvështrim, që është më e rëndësishmja, dhe kemi pesën e monedhave. Dikush ju mungon, disave prej jush ju mungon një person, një pjesë tjetër ju mungon ana ekonomike, një pjesë tjetër ju shoh të lodhur fizikisht, ndërsa një pjesë tjetër keni nevojë për një kontroll mjekësor. Dhe mesazhi që ju japin angjëjt gjithsesi është numri 5. Ju do jeni të mbështetur nga angjëjt. Mesazhi që ju japin angjëjt është merrni vendime, thot, por ndryshoni edhe mënyrën e bërjes së gjërave. Duhet jeni më të organizuar dhe diskutoni dhe me miqtë tuaj. Nëse ju vërtet ju mungon një person, një dashuri ose një person që ju e keni humbur, atëherë ju mund të diskutoni dhe me persona të tjerë në lidhje me këtë gjë, ose ju mund të ndryshoni atë mënyrën tuaj të bërit të gjërave në lidhje me këtë person. Në rastin tjetër, ju mund të jeni, nëse keni një problem me shëndetin, atëherë diskutojeni. Nëse ju ndiheni të lodhur fizikisht, atëherë diskutojeni edhe me persona të tjerë, dhe me miqtë tuaj, ose me kolegët tuaj, ose në familjen tuaj. Ose për gjithë ata që mund të kenë probleme ekonomike, që janë me pak para në duar, ose ndihen mungesën e parave, atëherë diskutoni me persona të tjerë, se mund të ketë persona të familjes ose të shoqërisë tuaj që mund t'ju ndihmojnë. Marrim dhe një tjetër dhe është numri 18.
dhe kemi kartën e diellit. Dhe ju thot, është një moment shumë i rëndësishëm, psikologjik, lërini mbrapa vështirësitë që keni kaluar, largoni frikrat që ju mbajnë mbrapa. Dhe këtu flasim, kjo është karta e hënës, më falni, ju mund të është një moment i rëndësishëm psikologjik, por ju thot që lini mbrapa vështirësitë në dashuri, në njohjet që keni pas, në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, sepse ju mbajnë mbrapa. Në rastin tjetër, në punën tuaj, me projektet, me bashkëpunimet, nëse keni kaluar vështirësi, lërini mbrapa, mos i diskutoni këto gjëra fare, por shikoni përpara, për të parë gjërat e reja, fillimet e reja që ju mund të bëni, dhe ofertat dhe mundësitë që ju vinë. Në rastin tjetër, në lidhje me dokumentat, për gjithë ata që kanë lidhje me dokumentat, nëse ju keni kaluar vështirësi, ecni para, shikoni gjërat e reja, mundësitë e reja që ju jepen, ose në lidhje me shëndetin tuaj. Nëse ju keni pas probleme me shëndetin, lërini mbrapa situatat që keni kaluar dhe shikoni si të jepni zgjidhje situatave tuaja shëndetësore. Për një pjesë tjetër në lidhje me shtëpinë, me familjen, por dhe me situata të ndryshme që ju mund të jeni. Gjithsesi, do jeni të mbështetur nga ëngjëjt në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, ju uroj një fundjavë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.